Zoti Markoçi, disa media kanë raportuar se ka pasur tensione mes Ballukut dhe kryeministit Rama, madje kanë shkuar deri aty sa kanë aluduar që kanë pasur dhe ngritje fjalësh mes njëri tjetrit. Sa besoni se qëndrojnë këto të vërteta apo thjesht janë, po themi, lajme mediash dhe pa, po themi, burime të sigurta? Atë që ju thash pak më parë, që gazetarët tanë çuditërisht apo analistët nuk e kanë marrë ndonjëherë në kontekstin e përgjithshëm dhe të dalin të paktën kur unë deklarova që Rama nuk ka fuqi ta heqë. Askush nuk e mori këtë që ta shifte dhe thoshte pse, kush është arsyeja. Unë ju them që Rama nuk e ka forcën për ta heqë. Jo pa qëllim thash, nëse do ta hiqte Rama vetë Belinda Ballukun do plaste lufta rrugës, domethënë. Unë e kam deklaruar këtë dhe i qëndroj besnik kësaj çka kam thënë. Kështu që këta në aty brenda se çfarë ndodh, nuk e di asnjëri, por t'jeni të bindur që aty brenda edhe Ulsi Manjën që ka thirrë thjesht për dëshmitar të situatës që ndodhet apo për të gjetë një rrugë zgjidhje të mesme për bërë atë kalimin e butë, themi, të situatës, sepse ai e di shumë mirë që e para herë që nuk flet dot në telefon asnjëri as tjetër dhe e kanë në mënyrë kategorike se e dinë që përgjohen. Por ai konflikti nuk është ndërmjet Ramës dhe Belindës. Unë kam thënë gjithmonë, mos e shihni Belindën si Belind, thjesht si Belind. Ka një konflikt të brendshëm ndërmjet klaneve të tyre, nuk është çështja e Belindës. Unë kam thënë që Rama nuk e ka pas në program futjen e Belindës si zëvendës kryeministre dhe ministre në këtë kabinet. Por çuditërisht ditën e fundit Rama me një urdhër apo me një kërcënim apo me një nuk di se si, por Rama arriti ta fusi përsëri në kabinetin e tij dhe ta vë dhe zëvendës kryeministre dhe ministre të energjetikës e çfarë është kjo. Kështu që këtu unë gjykoj më tepër që ata nuk kanë grindje për sa i përket raporteve mes tyre. I gjithë momenti tashmë është se si do ta kalojnë situatën, si do ta bëjnë, domethënë, këtë lloj situate. Kështu që jam në dilemën, prandaj thash, jam në dilemën e kësaj që Rama mund të bëjë atë interpretimin që thotë gjykata ka vendosur pezullimin, po për ta shkarkuar nuk e shkarkoi. Këto le të vazhdojnë si zëvendës kryeministre, po është e pezulluar. Pra mos vej zëvendës kryeministre tjetër. Shohim tash se si do ecë situata, por që është një nuk di si ta quaj, një konflikt, nuk e quaj dot, sepse nuk kanë konflikt brenda. Konflikti mes dy grupeve është zgjidhur me vendosjen e Belinda Ballukut në postin e zëvendës kryeministres. Pastaj shkarkimi i Belindës do hapi konflikte, po deri në këtë moment janë në rregull. Tash duhet gjena të gjuhën e përbashkët, pra ne kanë orë që rrin aty. Se duhet gjena të gjuhën e përbashkët për të bërë atë moment. Tash ja do pranoj Belinda, t'i japi dorëheqjen, gjë që Belinda nuk e pranon kurrë. Po se si do ta sajojnë, apo ky do marri në shqyrtim vendimin e gjykatës, dhe nesër të dalë të thotë zbardhë dhe vendimin e gjykatës, pastaj të shohim çka ka thënë, si ka thënë, ta interpretojmë, ta bëjmë, nuk e di se si do shkojë. Por gjithmonë këto janë testet që Amerika i ka bërë Ramës, për këtë t'jeni sigurt. Amerika i ka bërë test Ramës me Belinda Ballukun, për veprimet, për forcën dhe për lidhjet që kanë klanet brenda Partisë Socialiste. Kjo është i sigurt, që testi i Amerikës vazhdon. Dhe deri në përfundimin që unë kam thënë që deri në fund vitit do zgjidhet kjo histori, se nuk mund të shkojmë në Shqipëria në këtë lloj drejtje. Kur ai ka shpall luftë Sorosit në Amerikë, patjetër që çerdhës të Sorosit në Europë, që është Shqipëria, patjetër do t'i shpallë luftë dhe do ta shkatërrojë totalisht. Unë e kam bindje këtë, sepse besoj që vetë Trumpi nuk pranon që të marrë dhe të hedhin gjithë to para, të bëjnë gjithë to para
nuk besoj, edhe një herë, nuk besoj që Trumpi do të pranojë që të hedhë parat e Amerikës në Shqipëri për të mbajtur qoftë FBI-n apo dhe dean amerikane. Në të njëjtën kohë mos harroni se ishte një qeveri e mbyllur për një muaj e sa. Ishte e mbyllur kur ai ishin shkarkuar gjithë punonjësit dhe çuditërisht vetëm FBI-a dhe dea amerikane në Shqipëri nuk lëvizin nga vendi. Kështu që ai ka të programin kundër Sorosit dhe sidomos kjo javë që e ka shpallur dhe java kundër komunizmit, them se do të ketë lëvizje shumë të fuqishme për sa i përket Ramës. Rama për mua politikisht, unë e kam thënë politikisht është i vdekur. Rreth 5 orë që akoma vazhdojnë të jenë në mbledhje ose në takim Rama, Balluku dhe Ulci Manja. Çfarë mendoni se do sjell ky takim, ky zhvillim? Apo mos ndoshta mund të çohet ndonjë mas tjetër më ekstreme ndaj Ballukut në kuvend kur janë mbledhur edhe Ulci Manja, i cili është dhe kreu i komisionit ligjeve. Pra mund të ketë ashpërsim të masës ndaj Ballukut? Masën e Ballukut nuk e ashpërson as kuvendi, as partia, as qeveria. Masën e asaj e bën vetëm gjykata dhe Spaku, me kërkesë Spaku dhe bën gjykata, pastaj nuk ka, nëse Belinda nuk e bindet aty në urdhrave të Spakut, patjetër që kalojmë në një mas tjetër sigurie më të madhe. Prandaj tash që është ai momenti për të provuar Rama, tashmë Rama do ta shkarkojë apo do ta lejë në mënyrë pezull Belinda Ballukun. Nëse do ta lejë pezull, jeni bindur që pastaj Spaku do marrë një vendim tjetër për t'i dhënë një arrest shtëpia, nuk di se si mund qa mas sigurie tjetër do t'i japi. Do t'i ashtoj domethënë masën e sigurisë, duke kërkuar kuvendit pastaj leje për mas tjetër sigurie. Po deri në këtë moment është me atë masën e sigurisë, themi vetëm me përheqjen e pasaportës, ai rasti i parë që ishte i Berishës kur i mori pasaportën edhe i bëri detyrim paraqitje, nuk u zbatua dhe ai e rriti masën e sigurisë ku e çoi arrestin në shtëpi. Njëjta gjë do ndodhet edhe me Belinën nëse nuk do i bindet këtyre, por vetë Rama apo kuvendi nuk e merr dot. Rama vetëm vendim që ka sonte, që unë ja u them prapë edhe ngul këmbë, ka vetëm vendimin e shkarkimit të Belinda Ballukut. Dhe ky është momenti më final i Ramës për të treguar tashmë që është në atë pozicion, apo ajo që unë kam deklaruar që ky nuk e firmos kurrë, shkarkimin e Belinda Ballukut. Nuk ka forcë për ta firmosur. Apo kërkohet një marrëveshje mes palëve, apo qa po ndodh aty brenda, unë nuk e di se nuk jam aty, por zgjatja kaq shumë e orëve të tëra tregon qartësi që Rama nuk e ka të forcën për të marrë vendim për shkarkimin e Belindës. Unë gjykoja që Spaku do merrte një vendim, qoftë arrest shtëpie apo detyrim paraqitje apo nuk di, po jo vetëm me pasaportën, apo edhe me pezullimin. Kjo loja Spakut me pezullim është pak me thik me dy presa për Ramën. Pra ai thot pezullim nga pozicionit e tyre se mund të prishi provat e njërën tjetrën, por nga ana tjetër nuk ka marrë ndonjë vendim nga kuvendi, ndonjë leje, themi, nga kuvendi për të marrë një mas tjetër sigurie. Dhe kështu që këtu tash është ajo dilema e Ramës, prandaj është thirrë edhe Ulci Manja për të bërë interpretimin e këtij vendimi, si do ta interpretojnë në opinionin publik të paktën, si do ta interpretojnë, se vetë s'kan çfarë interpretojnë ata, vetë janë rregull. Ata nuk e shkarkon atë dhe kaq. Por si do ta justifikojnë, si do të dalin opinion publik për të bërë këtë lloj veprimi. Tash do shohim se si do heci, por ndënja ka gjatë në këtë lloj momenti, domethënë tregon hapur që Rama nuk e ka më atë, jo nuk e ka më, po vërteton çdo orë, vërteton atë që Rama nuk ka fuqi për ta shkarkuar Belinda Ballukun. Sa do të mundohet, Rama nuk e ka atë fuqi vetëm me dakordsinë e Belinda Ballukut. Belinda Balluku vetë nuk bie dakord, kuptohet se ka grupin e vetë dhe nuk mund marrë vendime në kokë vetë. Por
nuk e bën dot dhe Rama nuk është i aftë ta shkarkoj, tash do shohim si do ecë. Por gjithmonë them se do luajnë me vendimin e gjykatës. Rama besoni që do e shkarkoj Ballukun? Pra, është një vendim që s'ka nga shkon, është i detyruar për ta bërë një gjë të tillë? Duke u nisur nga deklaratat e vet Ballukut, të cilat ishin deklarata motamo, ju thash, janë deklarata motamo të Veliajt, besoj se Balluku do ri stand-by, nuk do reagoj fare, do t'ja lej tashmë, prandaj u bë 4 orë që rri në zyrë, do ja lej Ramës në dorë tani të vendosi. Çfarë do vendosi Rama? Balluku vetë nuk jetë dorëheqje, kjo është e sigurt një herë. Vetë, ajo edhe pse mori mas sigurie, pezullim nga detyra dhe mosdaljen e shtetit, pasaportën, heqjen e pasaportës, ajo përsëri vazhdon që t'ja lejë Ramës në dorë tani. Rama, unë kam thënë që Rama nuk e ka forcën për ta shkarkuar Belinda Ballukun. Dhe po t'ishte për ta shkarkuar, do e shkarkonte ditën e parë, por ajo që është kryesorja tashmë ai ka një motiv, themi, për ta shkarkuar, por sa i Zoti do jetë, sa forcë do ketë, a do marrë përsipër Rama tash shkarkimin e Belinda Ballukut. Ju them me sinqeritet këtë fjalë, kur ju them që a do ta marrë përsipër Rama shkarkimin e Belindës, se do ishte ndryshe, ndërse Spaku ose gjykata do kërkonte, domethënë, detyrim paraqitje ose arrest më saktë do ishte arrest në shtëpi për Belinda Ballukun. Por me sa duket, thash, duke qenë se Spaku është në koordinim plot me FBI-n amerikane dhe duhet të kuptojmë edhe atë politikën e Amerikës e cili ka ndaj Ramës, se Ramën totalisht e ka të bllokuar si Amerika, apo si administrata e Trumpit, apo vetë Trumpi e ka të bllokuar Rama në Amerikë është në ngatër, nuk kam thënë, për sa kohë është munduar të infiltrojë nëpër anale të ndryshme, qoftë edhe me marrëveshjen që bëri me izraelitët, pikërisht vetëm për të infiltruar në ambasadën amerikane për gjet një mik në komiteti, them, se kam një mik në komitetet të ma rregulloj këtë punë. Por duke qenë se një nga krau djatë, themi më mirë, krau djatë i Trumpit, Suzi është një nga personat e cilat i ka bërë barierë që ditën e parë Ramës, dhe ajo është bariera më e fortë se cilën Rama nuk e kalon dot. Kështu që jemi në atë momentin tash se vetë ky do ta marrë përsipër për ta shkarkuar, apo do të justifikohet me atë pjesën që është e pezulluar, nuk është e dënuar, nuk është e shkarkuar, nuk është bërë, do të shohim, po unë prap dyshoj shumë që Rama mund ta bëjë lëvizje. Për Ramën është ngarkesë shumë e madhe shkarkimi Belinda Ballukut. Ndoshta të tjerët e shohin pak në atë prizmin, sepse duke qenë se ikën Belinda Balluku, Rama do mbaj goditje, më them, thash, nuk është kjo, është thjesht do ta shohim pak nga pikpamja e politikës e cila Amerika i është futur themi me themel çështjes shqiptare, për të vetmin arsye sepse Shqipëria ka 35 vjet që bën politikën e Sorosit, dhe Sorosin e ka shpallur organizat terroriste, tashmë as kriminale, jo, se ajo hoqi dhe kriminale në qytje organizat terroriste. Dhe po të shohësh gjithë lëvizjet që janë bërë, qoftë ai miku i Ramës, i cili kapet nga Sinaloa, si pjesë e Sinaloas, dhe bëhet non grata në Amerikë, tash i vjen, domethënë, vjen masa sigurisë shumë e dobët për një zëvendës kryeministri që ka bërë gjithë ato, po ta marrësh në të pikpamje, por unë e lidh edhe me atë pjesën se u bë brenda 2 javëve, domethënë vjen zëvendës sekretari i shtetit, vjen 2 herë në Shqipëri dhe 2 herë takon Spakun kryesisht, ministrin e Brendshme dhe ministrin e Drejtësisë, çfarë do të thotë që ka një politikë tjetër. Pra Amerika është shumë e interesuar duket për sa i përket
Shqipërisë në tërësi dhe në veçanti të vetë Ramës, pasi ashtu siç e kam deklaruar, Rama është caktuar nga Kabala dhe nga Sorosi për të qenë përfaqësues i tyre në Ballkan apo dhe në Europë. Dhe këtu lidhen ato telat pastaj që Rama ka me të majtët e Europës, të cilët i sjellin falënderime, i sjellin lëvdata, janë të gjithë të majtët e Europës që pak a shumë po të them, po ta shohësh nga pikpamja tjetër duket sikur i nënshtrohen Ramës në të gjitha ato çfarë thonë, mundohen ta lavdrojnë. Janë kthyer si puna e këtyre militantëve të partive tona që mundohen të rrinë sa më afër kryetarit, ta lavdrojnë kryetarin, të ngrejnë lavde, të bëjnë lavde, qoftë edhe për ato hapjet e kapitujve që bën, e kupton, në situatë që po ta shohësh Shqipërinë realisht, domethënë është turp për vetë ata, jo për Shqipërinë, por është turp për ata që hapën kapitujt në këtë lloj forme. Megjithatë thash, ata e bëjnë për t'i bërë qefin komandantit të tyre, themi. Dhe në këtë kontekst tash do shihet Rama është në vëzhgim për të parë, do ta bëjë këtë lloj lëvizje dhe si do ta argumentojë Rama tashmë shkarkimin nëse do marrë guximin për ta shkarkuar Belinda Ballukun. Apo do ta marrë stand-by, është e pezulluar dhe gjykata vetëm ka bërë pezullimin, nuk ka nevojë se mund të jetë thot për 1 muaj, për 2 muaj, nuk e di se sa mund të zgjasë ky pezullim, thotë mund ta mbaj akoma, nuk e di. A do t'i bindet vendimit asaj gjykate. Po them se nëse Rama nuk do të bëjë lëvizje, do të detyrohet prapë spaku të marrë një mas tjetër sigurie për sa i përket Belinda Ballukut. Zoti Markoçi, ç'ne Ulsimania ju bashkua këtij takimi, pra për çfarë është thirrur, mos ndoshta do zëvendësoj Belinda Ballukun? Mos harroni se në të gjithë to aferat edhe në të gjithë to enkroçatet e Skype që kanë dalë, emri Ulsimanjës dhe emri të gjithë tyre janë aty, nuk diskutohet. Por ajo që është më kryesorja është që Rama tashmë e ka kuptuar dhe ato lobimet që janë brenda Partisë Socialiste, goditjet që do marri edhe nga vetë Partia Socialiste, ato çarin që do fillojnë tashmë aty brenda Partisë Socialiste, kështu që Rama mundohet të thithi rreth vetes tash ato njerëz të cilët ai ka besim. Çështja është a ka besim. Mos harroni se Ulsimania ka dosje në SPAK, është dosja 834 sa është ajo e Dibrës, por gjithmonë është ajo pjesa e lidhjes së ngushtë që Ulsimania ka me prokurorët e çështjes, lidhje krahinore gjithmonë, dhe ndoshta kërkon të bëjë ndonjë lëvizje tjetër për të marrë interpretimet, për të bërë se si mund ta kalojmë, pasi Ulsimania ka qenë edhe ministri i drejtësisë dhe për të interpretuar, domethënë këtë pezullimin e kësaj. Por kurse si nuk besoj se do të bëj atë gafën, inshallah e bën, por nuk besoj të bëj atë gafën që të vendosi Ulsimania zëvendës kryeministër. Ai zëvendës kryeministër duhet vendosi një njeri i cili duhet jetë anonim, një njeri që nuk di ose pastaj do vendosi një, themi, kok turku në atë shprehjen popullore. Një njeri që e di shumë mirë që do përfundojë në burg dhe do pranojë të jetë në atë postë, sepse ja u bë i dyti zëvendës kryeministër që largohet apo merr të pandehur. Kështu që nuk e besoj kurse si, unë më tepër besoj atë që Ulsimania është atje thjesht për të bërë interpretimin e këtij vendimi që ka marrë gjykata GKK-ja, domethënë gjykata e antikorrupsionit. Të shohim. Po qenia ka gjatë 4 orë ca në zyrë të Ramës tregon se ka një konflikt të brendshëm aty, dhe unë prapë dyshoj tek ajo që Rama mund dali me atë shkarkimin e tij të famshëm, me atë vendimin e famshëm për ta shkarkuar. Nuk di se si do heci, por unë kam thënë nëse Rama do ta shkarkonte Belinda Ballukun vetë, tashmë ka gjetur një klauzolë si do ta
interpretoj, por nëse do e shkarkonte vetë, do kriste lufta rrugës, nuk e diskutoja fare këtë. Dhe prandaj qëndroj asaj besnik, asaj thënies që Belinda nuk e jep dorëheqjen dhe Rama nuk është i Zotit ta shkarkojë, nuk ka fuqi për ta shkarkuar. Po të shohim se kush është lidhja pastaj e udhëtimit Belindës, që ishte për 24 orë, sikur me qenë të shku në Durrës, Belinda shkoi vjen në Amerikë, nuk dihet. Unë kam thënë edhe atë tjetrën që në gjitha veprimet që ka bërë Belinda unë dyshoj shumë. Kam dyshimet e mia, domethënë që Belinda mund të bërë edhe bashkëpunëtore drejtësisë. Edhe kjo është një nga opsionet, biles them se është opsioni më i afërt për sa i përket Belindës në raport me Spakun. Deklarata që ajo tha që unë nuk do flas kurrë as i fjalë për Spakun, kundra Spakut, them se mund të ketë kalu dhe në bashkëpunëtore drejtësisë. Kështu që të shohim se si do reagojnë tash. Zot Merkoçi, ç'ne ky ndryshim kaq i madh që nga dita e djeshme kur ajo foli në parlament dhe ditën e sotme merret ky vendimi nga gjykata e posaçme. Çfarë ndryshoi brenda 24 orëve? Ndryshoi ajo për t'i mbyll gojën gjithë këtyre qoftë këta parapolitikët që dalin edhe flasin kot në kot, që nuk di të bëjnë njëherë një analizë, nuk di të shohin situatën, po merren vetëm me llafe, nuk di të bëjnë një opsion, nuk di të japin një alternativë, nuk di nga një kaos, po vetëm fjalë boshe dhe pasi ndodh gjëja fillojnë edhe flasin. Kjo tregoj që qoftë Rama vetë, domethënë, nuk e ka në dorë më Spakun, nuk di Rama se çfarë ndodh në Spak. Absolutisht nuk di absolutisht asgjë. Rama nuk di gjë se çfarë ndodh në Spak. Rama e ka pas dikur Spakun, ka pas njerëzit e vet, ka pas mundësi për të ashu, por kjo goditi që u bë sot nga Spaku, pra dali këtij vendimi në mënyrë të rrufeshme dhe çuditërisht pas fjalimit që mbajten në kuvend, me atë kashillikun e Belindës apo me atë inferioritetin e Ramës që u mundua të kalote ato biseda, domethënë ashtu siç është mundu gjithmonë t'i kaloja me sarkazme, me batutën, me këtë, por keni të bindur se ai nuk dite absolutisht asgjë që Belinda sot do merrte një mas sigurie. Dhe kjo tregoi edhe një herë që Rama nuk është më unë kam thënë Rama nuk është më ai Rama i parë që mund bënte ndonjë veprim kashi Spagut. Dhe kjo po ta veni re u duk qysh në rikthimin e FBI-s në Spak. Se momenti që iku të gjithë u gëzuan këta dhe triumfuan gjithë dhe qytur fitore të madhe, në atë kohë Rama ka bërë atë deklaratën e famshme që Spakun, domethënë drejtësinë e kemi bërë ne, unë e kam bërë, nuk e kanë bërë amerikanët. Dhe kur u kthym pastaj nga mbrapa filloi dhe e zbuti, filloi ta kthej ashtu siç është munduar gjithmonë ta kthej dhe ta zbusi Rama këtë marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo me vetë Trumpin. Ne jemi dëshmitarë që ky ka bërë deklarata të çuditshme, deri fyese, deri në ofenduese ka si presidenti Trump dhe pastaj është munduar t'i lëpi gjithë ato çka ka thënë, çka ka bërë. Atë që bëri në Angli, që filloi të bënte atë sarkazmin, atë talljen në Angli dhe anglezët u përgjigjen me një vendim për kthimin e 700 familjeve shqiptare për t'i kthyer në Shqipëri. Pra përdorin atë mënyrën tjetër diplomatike ata, jo atë mënyrën e drejtë për drejtë. Kështu që edhe Amerika ka këtë lloj forme. Unë kam thënë që po luhet një lojë që po i hiqen kollonat e shtëpisë dhe pastaj kur hiqen kollonat normal që tavani vje vet poshtë, nuk ke nevojë të ashu. Por do shohim se ka dosja me Goni Gal që është në Amerikë. Dhe po i mlidhen gjitha bashkë, jo pa qëllim pa ta thënë që Rama do ta zgjedhë, do ta bëjë burgun në Shqipëri apo në Amerikë, ta zgjedhë ku doj. Unë jam i bindur që ai brenda këtij viti duhet shkojë drejt Amerikës për të vajtë para drejtësisë amerikane për të dhënë të gjithë shpjegimet e duhura. Dhe ajo pastaj që bën prap përshtypje ishte thash ardha përshtytje
zëvendës sekretari i shtetit, që ky i vuri dhe si që vuri dhe i emër, kjo e quti të Mark Flaming, nuk e di se si e quti, i futi një emër kështu tallës ky. Dhe ardhi ati dhe çuditërisht mas 2 ditësh del vendimi i gjykatës për Belinda Ballukun. Kështu që prandaj them që Rama nuk e ka më në dorë atë ndikimin në SPAK, ashtu siç nuk kanë në dorë edhe këta gazetarë që dalin për çdo lloj gjëje, nxjerrin çdo lloj materiali nga SPAK-u, gjoja nga SPAK-u apo siç nxorën edhe këto mesazhet, gjoja komunikimet e Belindës. Dhe çuditërisht nuk nxorën as si komunikim Belindës me Ramën, apo nuk nxjerrin absolutisht asnjë komunikim për sa i përket dosjes Mekonigal që ndodhet në SPAK. Pra janë shumë çështje të cilat janë sensitive, janë të prekshme për njerëzit i dinë, por çuditërisht mediat dhe gazetarët heshtin në atë pikën kulmore. Edhe kur e godasin Belindën, e godasin Belinda për tunelin, dhe absolutisht nuk guxojnë të shkojnë më tepër se sa kaq. Në frika, nuk e di se ku qëndron në gjithë ajo forcë që i ndalon këto të deklarojnë dhe të thonë. Pavarësisht se sot apo nesër do fillojnë të flasin diçka më shumë ndoshta, po prap nuk e prekin dot Belindën aty ku duhet prek. Aty ku duhet prek nuk e prekin dot, sepse nuk e kanë atë forcën, edhe këta veci gazetarë nuk e kanë atë forcën për ta bërë. Janë merren vetëm thjesht me llafologji. Dhe në këtë llafologji pastaj bëhet ajo tymnaja e madhe, dhe do shohim tash se çfarë do ndodhi. Sepse edhe kur Belinda doli nga SPAK-u, mos harroni, kemi qenë bashkë, më duket, mos gabofsha, kur thashë Belinda ka vajt tek Rama për pas SPAK-ut, nga ora 6-7 vajti te Rama, në një gjysore dhe u largu. Dhe Rama nuk arriti ta shkarkonte. Kështu që e njëjta situatë është edhe sot. Unë them ka një konflikt aty brenda, nga i cili Rama ka frikë dhe nuk e shkarkon, nuk di, kam një ndjesi që nuk ka për ta marrë këtë veprim, ose edhe po e mori do ta justifikoj, keni bindur që do ta justifikoj gjithmonë me vendimin e gjykatës. Jo se Rama vetë, si Ram, e shkarkon sepse është e tillë, i ka dalë kjo apo i ka dalë ajo. Dhe mos harrojmë që në të gjitha aferat që është Belinda dhe që përfolet për Belinda, të jeni të sigurt janë gjitha të Ramës, janë gjitha sepse Rama nuk mund të dali më tashmë dhe të thotë që Belinda nuk e dija, nuk e bëja, sepse në të gjitha vendet ka qenë vetë ai. Dhe një nga ajo që do t'i haj kokën keq, qoftë Ramës apo kujdo tjetër këtu, do t'i haj Porti Durrësit. Do luajmë me interpretimin që do i bëjnë vendimin gjykatës. Do të mërkohet që nëse gjykata mund të pezullojë nga detyra zëvendës kryeministrin, që në shumë raste mund të jetë kryeministre, pra mund të kryejë gjitha funksionet e kryeministrit përpos krijimit të qeverisë, pra shkarkimin dhe emërimin e ministrave. A mund të shkojë gjykata e posaçme deri atje sa të pezullojë edhe kryeministri nga detyra nëse ka një rast në hetim? Jo, dëgjoj, zakonisht pezullimet nga detyra jepen kur merret çështja në gjykim. Në këtë lloj rasti nuk ka, edhe prandaj thash që edhe gjykata ka marrë atë thikën me dy presa, si do ta interpretosh pezullimin. Se ka marrë pezullim po për çfarë? Pezullim që mos shkojmë punë, pse? Nëse ka për të marrë një masë sigurie, duhet merrte masë sigurie arrest shtëpie. Edhe mbyllesh hesapi. Ajo, jo pa qëllimi u thash, është test që i bëhet Ramës. Dhe këtu tashmë ata i kanë fut një pezullim. Domethënë, marrjen pasaporte dhe pezullim. Marrjen e pasaportet sa ata justifikojnë me rastin Berisha. Pezullimi nuk ka rast pezullimi. Që ti mos shkosh në punë. Nuk të detyron gjykata që ti mos shkosh, nuk ka emëruar gjykata. Dhe nuk ka ndonjë ankim nga kryeministri që të ka çu një ankim në gjykata paraprakisht merr mas sigurie pezullim nga puna. Pezullim nga detyra, për aq kohë sa trajtohet çështja e këto derisa të marrë vendim ajo. Këtu, prandaj thash, është lujt
Këtu është lujt. Edhe këtu unë gjykoj që ka dorë FBI-a në këtë lloj loje. Domethënë që i është lënë topin der Ramës prapë, me që ky s'po vepronte, atëherë ta bën një hap tjetër kur i dërguan këtë lloj vendimi. Pezullim nga detyra nuk ka. Nuk shkon kjo. Por problemi është se ata e luajnë lojën, sepse kjo unë nuk kam thënë që Spaku tashmë duke qenë se është në unison me dhe në bashkëpunim të plot me FBI-n amerikane, normal që duhet edhe politika e Amerikës këtu, nuk diskutohet. Interesat e Amerikës ku janë tek droga, ke korrupsioni, ke pastrimi parave, po kush i ka bërë? Gjithë qeveria i ka bërë, kush do i bëjë tjetër. Kështu që këta tashmë janë duke e goditur Ramën në këtë lloj forme. Ndoshta këta nuk po e kuptojnë mënyrën e goditjes. Mënyra e goditjes është pastrimi i fushës. Pastaj ta lën kur është e shpreh ta lë topin der edhe merr gjuhë thotë tash. Je i Zoti bëje. Në këto dhe këtu tash ky ka ngel në këtë lloj pike ka ngel. Kjo është pika më nevralgjike që do t'rregoj dhe jo pa qëllim thashë Rama nuk ka fuqi për ta shkarkuar Belindën për arsye që i din ata vetë të dy palët. Tash qysh në emrimin e Belindës nuk ka qenë për tu vëndës kryeministë u vendos. Tash më për ta heqë ai nuk ka fuqi për ta heqë. Tash e gjithë biseda që mund bëhet aty bëhet bisedë se si do interpretohet dhe Ulsi Maja është sjell aty për të bërë interpretimin e vendimit, e këtij vendimi. Pra, ka drejt gjykata ta pezullojë një zëvendës kryeministre? Apo s'ka drejt? Apo deri ku shkon kjo? Se nuk kam marrë një mas tjetër, përveç pasaportës e të kësaj. Paktën ato që ka thënë media, që është deklaruar. Nuk kam marrë një mas tjetër. Këto janë masat. Po a ka të drejtë? Kjo gjykata me këtë vendimi ka thënë Ramës i shkarkohet në një farë mënyrë. Po ta marrim drejt për drejt politikisht. I ka thënë merre shkarkohet tash. A do ta shkarkoj ky? Unë them se ky s'do guxoj ta bëj këtë veprim. Dhe tash prandaj janë orë të zgjatura aty dhe do shohim. Ai mund dalë edhe me atë idenë që prit zbardhë vendimin, se ta lexojmë vendimin, çfarë na thot vendimi, pse e ka bërë këtë pezullime tjera, e kupton? Por do të shohim. Por gjithë loja është, unë nuk e shoh ke Belinda, domethënë, të keqen e kësaj se sa e shofte Rama. Lëvizjet që do bëjë Rama, ka shi Belindës. A do jeti Zoti ta bëj apo nuk do jetë? Apo do vazhdoj prapë me këtë lloj teorie, si që bëri me Erionin, që Gjoja kërkoi atë shkarkimin, pastaj doli vendimi i gjykatës, ajo tash gjykatat na i kthejnë punë, na i bëj këtë tallavin që bën ai, e kuptoj gjithmonë. Bëjmë vetëm tallavi këta, njëri me tjetrin. Në këtë tallavi tash i kanë ngelur, i kanë ngel në dorë tash më duke gjashtë Ramës. Tash do shoh si do ta luaj. Por gjithmonë thash, ai vet personalisht Belinda Ballukun nuk e shkarkon dot. Të shohim si do ta interpretojnë tashmë. Apo do ta fuzi tek vendimi i shkarkimit, do fuzi dhe pezullimin. Do ta ketë gjuaja si armë mbrojtje. Të shohim si do ta bëj. Por pezullim nga gjykata mund të ketë në këtë lloj forme, pa një mas tjetër sigurie. Vetëm e heqjen e pasaportës ishte tepër normale, hiqet pasaporta dhe kaq. Pezullimin e ka ministri, ky kryeministri. Shkarkimin nga detyra. Sepse nuk plotson kushtin bazë, nëse do ketë një takim, një mbledhje në vende të ndryshme, në botës, dhe kjo nuk mund shkoj se ka pasaportën e bllokuar, plus i ka një akuzë se është e pandehur unë ja u thash që kur ikun në Itali, që tash si është e mundur që Meloni pranon të uli në tavolinë një person i cili është e pandehur, jo e akuzuar, por është e pandehur nga gjykata, nga prokuroria e Shqipërisë është e pandehur me një akuzë korrupsione, kjo si pranon ta ulin tavolinë, po atë që tha Meloni është populiste, i intereson ato të fitoj ato pikët e veta, se s'kishte bo vakina i herë që
dy qeveri të dy vendeve të ndryshme që s'kan buxhete të përbashkëta të bëjmë mbledhje dhe të marrim vendime çfarë vendimesh. Ai thjesht ka firmos disa vendime që janë kundër Shqipërisë dhe atë që ka firmos syrin e kaltër për t'ia çu ujin puljas. Nuk diskutohet. Sa do hecin, do zoti nuk hecin. Zot Merkoçi, është thyrje vendimit të gjykatës së posaçme vajtja e Ballukut në kryeministri, kur ajo është dhe zëvendës kryeministre, se pezullimi nga detyra nënkupton dhe mosvajtje në zyrë. Tjetër që është thyrje vendim, po ta marrim si vendim, është thyrje vendimit gjykatës për në momentin që atë pezullon ti skema drejt futesh në zyrë, patjetër, është një thyrje po ta marrësh si vendim. Por problemi është se si do ta interpretosh këtë vendim. Interpretimi është a ka forcë gjykata e posaçme të marrë një vendim pezullimi pa marrë mas tjetër sigurie? Në këtu është gjithë problemi. Dhe unë pranoj tash, ata kanë lujt me këtë vendim. Për mua, gjyqëkoja ose Spaku që ka kërkuar, ka lujt me këtë vendim. Unë them se ka lujt për të matë edhe herë, për t'i bërë testin Ramës në atë, a është ky vërtet i Zotit ta shkarkoj këtë njeri, apo është i pas Zot për ta shkarkuar këtë njeri në sajt e lidhje të planeve të ndryshme që janë brenda mes njëri tjetrit, domethënë. Kjo është e gjitha. Por, po ta marrë si vendim pastaj, nëse gjykata vendos dënohesh kaqja ose pezullohesh nga detyra, më thash masë e sigurisë, se merr vetë gjykata një masë të tillë, për sa kohë është çështja e gjykimeve. Ktu s'kemi çështje gjykimi, ktu është çështja e hetim. Dhe Spaku nuk ka pse ta bëj pezullim, Spaku bën arrestim, ose arrest shtëpie, ose arrest me burg, ose detyrim paraqitje, gjëra të tilla nuk i ka. Ose vetë Spaku pastaj i kërkon largimin nga detyra. Dhe mund t'ia kërkoj kryeministrit. Por jo vendim pezullimi. Pezullimi është pak si çuditshëm, domethënë nuk let për dyshuar shumë gjëra dhe unë pranoj ngul këmbë tek ajo pjesë. Këtij është dhënë, si më thon, shansi që ta provojmë edhe një herë këtë. Është e vërtetë kjo apo s'është e vërtetë kjo që ky nuk ka forcë për ta shkarkuar Belinda Ballukun?